është e ditur që nuk kemi një bilanc ekonomik dhe tregtar spikatur me Amerikën. Se s'kemi treg. Sepse nuk kemi treg. Kemi treg i papërfitshëm. Absolutisht. Nuk kemi fare radar, nuk na kapin. Por në anën tjetër është e ditur që Amerika e ka bërë një luftë për ne. Amerika është krijuesja kryesore me gjithë Evropën perëndimore në një moment caktuar të historisë tonë, e shtetit dytë shqiptar në Ballkan dhe prezenca amerikane atje. Edhe shtetit parë. Natyrisht, po vike i dyti me që jemi afër ditët tona. E këtij shteti dytë pra, ku ka dhe një prezencë të spikatur ushtarake dhe frika është, siç kanë filtruar dhe plane, kujtoj revistën gjermane Bild që i botoi këto plane para pak se një muaj përpara, ku thuaj se riformatimi i forcës ushtarake në Evropë mund të preki pranin amerikane në Ballkan. Në këtë prizëm, elementi amerikan vazhdon të mbetet esencial për ne si shqiptar, në sensin e asaj kupole sigurie që na ka ofruar në përballjen me një, jo vetëm një botë slave, por botë lindore, po e përgjithsoj edhe pak më tepër, po e zgjeroj, në kushtet kur rënja e dominos ukrainase mund të nxjerrë skenare potencialisht fare të papritura në këtë pjesë të Evropës ku ne jemi edhe shumë të ekspozuar. Pasi dihet që ne kemi edhe një rreshtim mjaft të qartë pro-perëndimor, kemi qenë mjafton të kujtojmë atë debatin e Edi Ramës me ambasadorin rus në Këshillin e Sigurimit dhe e kupton fare mirë se çfarë roli kemi marrë, ndofta më të madh se sa që janë supet dhe kapaciteti i mbajtës. Megjithatë, sfida amerikane dhe sfida Trump, do ta quaj unë, është për ta zgjeruar pak, është një sfidë për gjithë kontinentin e vjetër, sidomos. Dhe unë mendoj jam i bindur me këto që shoh. Po, Amerika është larg kufirit me Rusinë. Ne kemi politikën e mbrëmshme amerikane. Ne kemi konfliktin dy orë larg, pra le të themi nëse më lejon thjesht për ta mbyll, ndoshta për ta mbyll sepse mund të jetë dhe një temë që mund ta rihapim. Për ta parë në aspektin më të gjerë Sokol të marrëdhënieve ndërkombëtare sot, unë mendoj se kjo që po ndodh me Amerikën, pra këto turbulenca të brendshme, por edhe turbulenca në raportet e saj me tretët, siç thash me Evropën, Bashkimin Evropian në mënyrë spikatur, Azinë, Kinën, janë ai rivalitet që po fillon të ndjehet dhe që në vitet e ardhshme mund bëhet dhe shumë më jashtër se sa ç'po e shohim mes një fuqie të madhe globale që është Amerika dhe një fuqie të dytë globale që po lind dhe që është ajo po aq e fuqishme që është pothuajse po aq e fuqishme që është Kina.